ku rusët kanë një histori të jashtëzakonshme, ata prandaj po luftojnë si qeni, kanë 3 vjet dhe kanë hyrë në vitin e 4 të luftës. Dhe unë mendoj që vetë Trumpi hyn ata njerëz, cilët nuk është se i hapet barku për Rusin, por ka një mendje të qartë, sepse një gjë po e ngritë shtrëmbër do përfundoj. Në qoftë se ti do bësh një paqe me Rusin, ku ndoshta ja harrin me edhe ta mposhësh Rusin. Më kupton edhe imponon një paqe të shtrëmbër. Ti e ke lënë sherrin aty brenda. Siç e ke lënë sherrin me Shqipërinë. Nuk ja njohe kufit Shqipërisë në 2 janë mjeshtra këto me sherrin 100 vjet këtu brenda. Po nuk ta kanë lënë sherrin në Kosovë, të kanë lënë sherrin në Kosovë. Po patjetër. Pse kam qenë gjithmonë kundra këtyne, kundra këtyne lirive të dhuruar një farmac, pavarësisht se luftun i tuf shqiptarë dhe gjithë shqiptarët i kemi gjyq tash. Sepse në fund të luftës unë kur kam parë, po e kam përsëritur edhe një herë dhe po e them prapë, kur kam parë çlirimtarët si në asnjë vend tjetër të botës të poshtërohen duke hudh armët siç kom parë shqiptarët, domethënë këtu thash kjo nuk ka për të bënë ajo shtet. Në gjithë botën, në gjithë historinë globale, përveç se, domethënë një rast i ngjashëm është me Palestinën e famshme, po zgjatëm ke Palestinën, po është një rast identik si në Kosovë, që çlirimtarët, që herojt, ti tifuzësh, jo që tifuzin magazin armët, sepse unë kam pa nga BBC-ja atje. Unë nuk e di çka keni pa më dinjitoze. Jo i hidhnin armët grumbull. Eksaktësisht. Sigurishin të mundur. Jo vetëm që hudhin këto armët grumbull, sepse duhet shohësh gjithë skenografin. Ishin një 5-6 ushtar, le të themi amerikan ose putja, çat dushti, holandez, çat dushti aty nga mbrapa. Domethënë ishin se këta ushtar nga mbrapa, do të thonë që ca të dhirë, një 10 të dhirë, që po t'i fusësh në luftë direkte, ju del lëkura, se qa janë, se janë gjithë, si që shohin në përfilma, a më kuptove? Po, nga këta, që... Srebrenici lidhën të përshtyllë. Që në gjakut përzgjedhur, herojsh, ti t'ju rish këshu me automatik që ka pe hudhni aty legena mundi, ka pe hudhni ato armat, aty dhe ato gjithë shqiptarë duke hudhë armat, jo më pështëruse se kaq. Pa diskutim. Ti nuk mund t'ja bësh një kombi